Çështja globale e gruas. Çështja e gruas, e cila sot në botë duhet të quhet kriza e gruas, është ndër çështjet më të rëndësishme në çdo qytet, shoqëri dhe vend. Termi kriza e gruas është një shprehje që ngjall çudi. Sot trajtohen si çështje themelore për njerëzimin, kriza e ujit dhe ajrit, kriza e burimeve ujore, kriza e energjisë apo kriza e ngrohjes globale. Por në të vërtetë, asnjëra prej tyre nuk është aq themelore sa mendohet. Shumica e problemeve të mëdha me të cilat përballet njerëzimi i ka rrënjët në çështjet që lidhen me shpirtin, moralin dhe sjelljen sociale të njerëzve me njëri tjetrin. Ndër këto çështje, ajo e burrit dhe e gruas, vendi i gruas dhe statusi i saj në shoqëri përbëjnë në realitet një krizë të mirëfillt. Thjesht, shumica nuk ja kushtojnë vëmendjen e duhur dhe nuk e trajtojnë si duhet këtë problem. Politika dominuese në botë nuk e njohin këtë si një përparësi, madje ndoshta besojnë se trajtimi i kësaj çështje bie në kundërshtim me synimet dhe interesat e tyre themelore.